Besoj që po për pak këtë kohë, këtë moment që të vinë dhe të votojnë në dallim prej komunave të tjera që secili qytetar shkon dhe voton në mënyrë vetjake, të themi ashtu, ose me ndonjë familjar, por jo në një numër aq të madh të komunitetit serb, duke i udhëhequr Igor Simiqi, kanë ardhur të organizuar në këtë shkollë dhe në një shkollë tjetër që po e njëjta është në afërsi të sheshit Ca Lazar, kanë ardhur të organizuar dhe kanë votuar. Unë kam tentuar që të bashkëbisedoj edhe me menaxherin e kësaj qendre, por i njëjti nuk ka pranuar të flasë para kamerës, por që tregoi disa detaje që kjo gjithçka është shku në rregull, nuk ka ndonjë incident. Kjo qendër është hapur me kohë dhe qytetarët po vazhdojnë që me ardhë me votu. Ndallim prej komunave tjerave, këtu mëngjes është fluksi më i madh i njerëzve, siç tha dhe ai, pasi që mesditë ose edhe në afërsi të mbrëmjes nuk ka shumë njerëz që vinë me votu, ndoshta edhe po shihet prej njerëzve që janë këtu në afërsi brenda meje. E kam pasur të pamundur që të marr qytetar për të pyetur se si u ka shruar procesi i votimit për shkak të gjuhës, por që kam tentuar disi që këto informacione ti marr në mënyrat tjera, por që e rëndësishme është ajo pra që gjithçka është shku në rregull, edhe qytetarët po vazhdojnë me votu. Unë po ju lë me pamje pak nga ky vend. Nëse mund të hym brenda, të marrim pamje nga brenda numri i madh i qytetarëve që po votojnë, edhe kjo është natyrisht shaj e mirë dhe sharmi i demokracisë, vendim natyrisht politik i subjektit që ka dalë në zgjedhjet lokale më i madhi në komunitetin serb, po flasim për listën serbe. Nuk i dim, nëse mund të më verifikoni shpejt e shpejt emrat e gjithë kandidatëve për kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Regjia, dhe di nëse ka... Siç po shihet, është një numër mjaft i madh i votuesve. Gjithashtu vlen të cekët që në këtë komunë, pra në Mitrovicën e Veriut, të drejtë vote kanë mbi 17.000 qytetarë, ndërsa votat një prej tyre pra është edhe për ata që duan të votojnë me kusht. Kjo shkollë që jam unë tani dhe një shkollë tjetër, pra janë dy qendrat më të mëdha të votimit në Mitrovicën e Veriut, janë në afërsi të sheshit Ca Lazar, kurse qendrat e votimit të tjera janë shumë larg prej këtu ku jemi, dhe këtu pra kemi pas mundësinë që të vim dhe të raportojmë, dhe po besoj që tash tutje ka me shku gjithçka në mënyrën e duhur dhe të rregullt. Mirë, faleminderit, na lë pak me pamje. Keni ndonjë pyetje nga tjetër? Ky vend votim, po e ka. janë kandidatët që vinë nga që ja kanë mësyrë garës për Mitrovicën e Veriut. Na lë vetëm me pamje, Blerina, nga vendi ku po votojnë qytetarët. E kemi Erden Atiqin e Lëvizjes Vetvendosje, Bransko Veselinović nga Srpski narodni pokret, Betim Osmani nga Iniciativa Qytetare, Neboj Shamilić nga Novo lice Narodna Pravda, Aleksandar Arsenijović nga Srpska Demokratija, Milan Radojević nga Srpska lista dhe Nenad Vukmirović nga Za Slobodo Pravdo i Opstanak dhe Marko Jakšić nga Građanska inicijativa Sever za sve, veriu për të gjithë, natyrisht numër bukur, dhe e kemi edhe Katarina Adančić, duke që është kandidata e pavarur, dhe Flutra Hamza Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës. Të janë kandidatet për kryetar në veri të Mitrovicës, në pjesën në komunën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ripërsërisemi është qyteti Mitrovicës, tashme me realitetin e ri politik, ka dy komuna, ka komunën e Veriut dhe komunën e Jugut. Erden Atiqi ka qenë kryetar në këtë gjysmë mandatin e kaluar, me që kryetarët e komunave serbe, në fakt në mandat të plot ishte, sepse kryetarët e listë